Alen Sherri luajti në ndeshjen e fundit të Serie A mes Napolit dhe Caglierit në një stadium të mbushur nga napolitanët që përgatiteshin për festën e titullit kampion. Portieri shqiptar nuk cilësohet titullar të skuadra Caglierit, por me pritjet që shfaqin ndaj napolitanëve nuk është çudi që të ketë vendosur në mendime të thella trajnerin Davide Nicola. Pritjet e tij, sidomos në pjesën e parë, mbajtën ankthjo pak skuadrën e Napolit që duhej me do e mos të fitonte, sidomos pasi mësoi se Interi kishte kaluar në avantazh. Sherri un poshtë, por pa patur fajt e golat e pësuar që sollën fitoren për vendasit. Ndaj nuk është çudi që prestigjosja italiane La Gazzetta dello Sport e ka vlerësuar portierin shqiptar me notën 6.5, që është relativisht e lartë për paraqitjen ndaj Napolit. Në pjesën e parë mban të çuar murin, shpëtonte ai Gilmour në një dalje në tokë e pastaj fluturonte ndaj Rahmanit. Bën atë që mundet, shkruhet në komentin për Sherrin, i cili ishte më i miri i skuadrës së Caglierit sipas gazetës italiane, teksa ishin 4 lojtarë të tjerë që ndiqnin pastaj me notën 6.